Në Universitetin Fan Stilianoli në Korçë është mbajtur ceremonia e hapjes së Olimpiadës së 19 ballkanike studentore të matematikës, e cila organizohet për herë të parë në Shqipëri. Ky event i rëndësishëm akademik i bashkëorganizuar me Shoqatën Ballkanike të Matematikës ka mbledhur mbi 100 student nga vende të ndryshme të Ballkanit. Ky aktivitet ndërkombëtar mbledh së bashku studentë të matematikës nga Rumania, Bullgaria, Maqedonia e Veriut, Greqia, Shqipëria dhe Turkmenistani, duke ofruar një mundësi të shkëlqyer për shkëmbim përvojash, njohurish dhe ide në një nga fushat më të rëndësishme të shkencës. Si një njeri që ka studiuar matematikë dhe që në moshën tuaj kam fituar në Olimpiadën Kombëtare të Matematikës, ju siguroj se pjesëmarrja në këtë aktivitet është një mundësi e jashtëzakonshme për t'u sfiduar dhe për të zhvilluar aftësitë tuaja matematike. Për Korçën, ky është një moment i veçantë, pasi organizimi i ngjarje të tillë jo vetëm që sjell studentë të shkëlqyer nga e gjithë bota, por gjithashtu është edhe një mundësi e shkëlqyer për të promovuar qytetin tonë si një qendër të edukimit dhe shkencës. Korça ka një traditë të theksuar në mbështetje të arsimit dhe zhvillimit të dijeve, dhe ky aktivitet jashtëzakonshëm kontribon më tej në këtë traditë. Kjo veprimtari jo vetëm promovon ekselencën akademike dhe zhvillimin e mendimit kritik, por gjithashtu kontribon në fuqizimin e bashkëpunimit rajonal dhe ndërveprimit kulturor ku studentët mund të ndajnë përvoja dhe të forcojnë lidhjet akademike mes tyre.